I kryeministri kohës dhe thot, unë i mbroj këta, se nuk janë shkelës ligji këta. Këta nuk janë vrasës. Nuk ka shkelu ligjin. Dhe këtu filloi nxori pastaj edhe doktorin. Po. Dhe në vend që prokuroria të klasifikonte çështjen, shive si që klasifikon tani ky. Kryer në bashkëpunim. Pse e them në bashkëpunim? Sepse gjitha këto vepra këtu japin një skem të tërë ku nuk janë gardistët që kanë qëlluar vetëm, po është urdhërdhënësi, është ideatori dhe jep strukturën e një grupi të strukturuar kriminal që ka dirigent, është vepër tjetër jo, Beni. që ka komplet grupin në dispozicion të vrasësve, se sa po folëm, se edhe ata që rinë atje rreth rrotull që thonë erdhi se erdhi në grupin e strukturuar kriminal, dhe ata janë pjesë e grupit. Pra dhe këta, që ai doktori, që ato media, që ata ministra që dolën, që prodhuan ato çadrat, të gjitha këto përbëjnë gjithë skemën e një grupi të strukturuar, i cili ky nuk i thot kriminal, tani po i thot në bashkëpunim. Dhe për herë të parë, prokuroria e Shqipërisë e klasifikon veprën jo të kryer nga individ, po nga një grup i tërë në bashkëpunim dhe nuk fillon thjesht vetëm me vrasjen. Po vazhdon edhe me shpërdorimin e detyrës që ka bërë Berisha dhe me tentativën për të zhdukur provat. Dhe në tentativë për zhdukur prova ke edhe zotin Luli, ke edhe zotin Berisha, ke edhe gjithta. Dhe tashmë ajo që është gjë më e mirë dhe pozitive në të çështje është që hetimi është rrugë të mbar zotëri. Çfarë ka ndodhur deri dje? Tani prit një sekond, se mos ma lësho fjalin hetimi rrugë të mbar. Tani të gjitha këto që the, minimalisht në logjik do të nënkupton që prokurori do të duhet ta mbante bashën minimalisht 3-4 orë. Ai që ndroi 50 minuta, ka përshtypjen te fjalia kryesore, mund të ketë qenë pyetje kryesore, kush dha urdhër, ka patur urdhër apo jo, dhe kaq. 30 minuta rrimpritje aty. Dhe 30 minuta rrimpritje. Plus edhe kontrolli fizik se mund të ketë dalim tek ajo. Se mund të ketë armë. Unë kuptoj thelbin e qëndrimit tënd, por shoh dhe reagimin e prokurisë. Pra, e gjithë kjo panoramë përkon me 30 minuta marrën pyetje të Lulzim Bashës? Bërej pyetje. Po, e bëra. Unë sot kam të shkruar këto që kam këtu që janë publike. Po. Qartë? Okej. Nuk di absolutisht çdo të thot Lulzim Basha, i cili tha ti ku vetë të marrëdosën t'ia sjell. Ja, e konspirova, ne provova skemën. Por nuk mund të ndërtoj argument mbi konspiracion unë. Unë di vetëm një gjë. Kualifikimi i veprës penale tani është ai që duhet bëhesh 13 vjet përpara. Dhe gjithë kjo infrastrukturë që e deformoi ngjarjen dhe e futi në korridore është përgjegjëse. Dhe tashmë çdo tentativë për ta futur, shiko, duhet gjendet vrasi Nikës. Nuk është ky problemi. Nuk e diskuton fare këtë bile. Po. Ai ishte një veprim jashtëzakonisht falenderuar i familjes Nika që e shpuri çështjen deri në Strasburg se këtu në Shqipëri nuk e çante njeri. Nuk e çante njeri. Po pra, po them. Sepse skema e kriminalizimit në këtë ngjarje nuk është e lidhur thjesht vetëm me Berishën, po është e lidhur me një trup të tërë që janë hetus, janë prokuror, janë gjyqtar. Dhe gjithë kjo trup është futur në këtë vepër kualifikuar, sepse dhe ata gjyqtarë që kanë deformuar, dhe ata prokurorë që kanë deformuar, janë pjesë e bashkëpunimit. Po s'është hetimi kaq i gjerë për të thënë. Kaq i gjerë është zotni. Po kush i marr pyetje, janë marrë vetëm 5 veta në pyetje. Nuk e di kush janë. Ti s'di asgjë. Ti di që tashmë. Një minutë tani ti di ata që tashmë e di ti që doktori i cili deklaroi atje që u qellua me plumga afër është marrë apo s'është marrë në hetim. S'e di. S'e dim ne. Po s'ka vajnë spak më mbas. Por edhe një, po nuk di më burr. Ne dim tani që një ka vajtur Lulzim Basha, i cili mund të ketë vajtur edhe në kuadër të denoncimit që ka bërë, për tunelin dhe me njerë mbas vajtjes të tia, me njerë u shpall tuneli. Ja, tha e për çka. A ka bërë denoncim për tunelin? Po, mund të ketë vajtur vetëm për atë punë. Jo. Nuk e di më zoti, por edhe njerë, gajs ti. Nuk ka që të rëzultar. Një sekond. Mund të ketë shkuar për çështjen Durrës Kukës. Po, prit. Një sekond. Jo, e di. Ka qëndrim të spaku, ka njoftim të spaku. Ka njoftim fjalë. Ka njoftim të spaku dhe është pyetur për, po ka pra. Ai është pyetur për 21 janarin, nuk është pyetur për tjetër. Shkoi publicitet deri kthehemi. Reale është